Udhëheqja e Iranit u shpreh me shqetësim për mundësinë e një sulmi të mundshëm nga Shtetet e Bashkuara, i cili mund të dobësojë kontrollin e saj mbi pushtetin duke nxitur popullsinë tashmë thellësisht të zemëruar të rikthehet në rrugë pas shtypjes së përgjakshme të protestave antiqeveritare, bëjnë të ditur 6 zyrtarë aktual dhe ish zyrtar. Sipas burimeve në takimet të nivelit të lartë, i është thënë udhëheqësit suprem Ayatollah Ali Khamenei se zemrimi publik pas represionit të muajit të kaluar më i përgjakshëm që nga revolucioni islamik i 1979-s ka arritur në një pikë ku frika nuk funksionon më si faktor frenues. Zyrtarët paralajmëruan se shumë iranianë janë të gatshëm të përballen sërish me forcat e sigurisë dhe se presioni i jashtëm përfshirë një sulm të kufizuar amerikan mund të inkurajojë protestat dhe të shkaktojë dëme të pariparueshme establishmentit politik. Një sulm i kombinuar me demonstrata masive mund të çojë në kolapsin e sistemit qeverisës. Ky është shqetësimi kryesor mes drejtuesve më të lartë, tha një zyrtar për Reuters duke folur në kushte anonimiteti. Këto shqetësime të brendshme bien në kontrast me qëndrimin publik sfidues të Teheranit ndaj Shteteve të Bashkuara dhe protestuesve. Burimet nuk treguan se si reagoi Khamenei, ndërsa Ministria e Jashtme iraniane nuk komentoi. Ndërkohë, burimet të Reuters kanë raportuar se presidenti amerikan Donald Trump po shqyrton opsionet e përfshirjes së një sulmi të synuar ndaj forcave të sigurisë iraniane me synim për të inkurajuar protestat, megjithse zyrtarët rajonal kanë vënë në dyshim efektivitetin e veprimeve ushtarake ajrore për rrëzimin e regjimit. Një ish zyrtar i lartë tha se situata ka ndryshuar rrënjësisht pas represionit të janarit. Njerëzit janë jashtëzakonisht të zemëruar. Muri i frikës është shëmbur, tha ai, duke paralajmëruar se një sulm amerikan mund të nxjisë një kryengritje të re. Tensionet mes Teheranit dhe Washingtonit janë rritur, veçanërisht pas forcimit të pranisë ushtarake amerikane në lindjen e mesme. Figura opozitare, përfshirë ish kryeministrin, kanë paralajmëruar se zemrimi popullor mund të çojë në rrëzimin e sistemit islamik. Mjaft është mjaft, loja ka mbaruar, deklaroi Musavi, i cili ndodhet në arrest shtëpiak që nga viti 2011. Analistët të theksojnë se ndonse rrugët janë të qeta për momentin, pakënaqësitë të thella, varfëria, represioni politik dhe korrupsioni vazhdojnë të ziejnë në sipërfaqe. Zyrtarët paralajmërojnë se nëse protestat rifillojnë, nën presionin e jashtëm, përplasjet mund të jenë edhe më të dhunshme se më parë, duke rrezikuar gjakderdhje masive.